snimi. Rëmuj gjatë 15 minutave heshtjeje në protestën studentore në Beograd në 15 mars. Shkaku është ende i panjohur. Odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk, bio je nepoznat, dolazio je s leđa, tim se teže detektovalo o čemu se radilo i sve je bilo potpuno sablasno i jezivo. Ja sam u jednom trenutku potpuno izgubila svest stojeći na nogama i potpuno sam izgubila orijentaciju gde se nalazim. Imala sam glavobolju, ali sutradan, bol u ušima, jak pritisak u bubnim opnama i juče sve do poslepodneva jednu vrstu šuštanja ušima. Tatjana nuk është e vetmja që thot kështu. Ka shumë dëshmi të ngjashme. E përbashkëta e tyre është se asnjë pjesëmarrës në protestë nuk e di se çfarë i bëri të eknin në panik. Edhe një tjetër protestuese foli për Elin, por kërkoi anonimitet për arsye sigurie. Disa njerëz përreth meje menduan se dëgjuan një makinë duke kaluar përmes turmës. Të tjerëve ju duk sikur dëgjuan burra mbi kuaj që po afroheshin. Unë nuk ndjeva nxehtësinë që disa e përmendnin, as nuk mu duk tingull shumë i lartë, por ajo që dëgjova më friksoi. 3 ditë pas ngjarjes, ende nuk është dhënë zyrtarisht se çfarë ndodhi, çfarë shkaktoi frikën, panikun dhe reagimin e papritur të turmës. Disa organizata jo qeveritare dhe një pjesë e publikut dyshojnë se është përdorur ndonjë mjet për shpërndarjen e demonstruesve. Policia, ushtria dhe udhëheqja ushtarake mohojnë se është përdorur një top stanor. Jer vojska i Kobre uopšte nemaju zvučni top. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top. Prokuroria serbe po heton se çfarë ka ndodhur saktësisht. Kryeministri në largje Miloš Vučević deklaroi se qeveria është e gatshme të aftojë si FBI-n, ashtu edhe FSB-n për të verifikuar akuzat për përdorimin e topit zanor. Përdorimi i topave zanor apo armëve të ngjashme nuk lejohet me ligj. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për hetim të incidentit.